Do të shohim tani edhe curinë e tregjeve për gjatë ditës së sotme, që është sesioni i parë i javës ku vjet re një rritje ndjeshme e dollarit amerikan, euro ka prekur nivele të reja minimale historike, ndërsa edhe paundi britanik është vlerësuar ndjeshëm pikërisht për shkak të krizës politike në Mbretërinë e Bashkuar që po ushtron presion mbi paundin britanik. Sipas dënave të publikuara nga Banka e Shqipërisë, dollari amerikan është ngjitur pranë nivelit mesatar të 82 lekëve dhe ka gjetur një mbështetje nga pritshmëritë se mund të ketë një marrëveshje paqe mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për gjatë fundjavës, presidenti amerikan Donald Trump ka shtuar më tej presionin ndaj Teheranit zyrtar. Përjedhoi dollari është rritur me 0.45%, këmbehet me 82.01 lek mesatarisht. Euro ka humbur 0.13% të vlerës, mesatarisht këmbehet me 95.34 lek. Paundi britanik realizon humbjet më të mëdha në rënje me 0.87% të vlerës, sepse ligjvënësit brenda Partisë Laboriste në Mbretërinë e Bashkuar po kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Keir Starmer. Paundi këmbehet me 109.37 lek. Franga zvicerane ka ndryshuar minimalisht në rënje me 0.01%, këmbehet me 104.33 lek, ndërsa jeni japonez është rritur me 0.09% dhe këmbehet me 51.74 për çdo 100 lek. Dollari australian është në rënje me 0.52% të vlerës, këmbehet me 58.58 lek, ndërsa dollari kanadez është në rritje me 0.11%, këmbehet me 59.62 lek. Në curinë e koronës suedeze, kjo monedhë ka humbur 0.07% të vlerës, këmbehet me 8.68 lek dhe ajo norvegjeze është në rënje me 0.09%, këmbehet mesatarisht me 8.78 lek. Kjo ishte curia e tregut brendshëm valutor sipas dhënave të publikuara nga Banka e Shqipërisë. Ndërkohë në tregje ndërkombëtare, investitorët janë tërësisht fokusuar tek konflikti në lindjen e mesme. Presidenti amerikan Donald Trump ka shtuar presionin ndaj Iranit për gjatë fundjavës për të pranuar marrëveshjen e paqes, në të kundërt mund të rifillojnë sulmet ndaj Teheranit zyrtar. Në ditën e premte të javës kaluar, dollari amerikan ka publikuar fitime për të pestin sesion me radhë dhe gjatë javës së kaluar publikoi fitime në nivelin e 1.5%, ndërsa monedha europiane publikoi humbje javore në nivelin e 1.4%. Humbjet më të mëdha javore për euro në thuajse 2 muajt e fundit. Aktualisht, euro është rikthyer fitimeve në rritje të lehtë me 0.07%, këmbehet mesatarisht me 1.1633 dollar, ndërkohë paundi përballë dollarit është rritur me 0.2% të vlerës, këmbehet me 1.3347 dollar përballë frangës. Vjet re një rënje me 0.15% për dollarin, që këmbehet me 0.7855 franga. Dollari australian ka ndryshuar shumë pak, në rënje me 0.01%, këmbehet me 0.7127 dollar. Vjet re një qëndrueshmëri absolute në këmbimin e dollarit kanadez dhe atij amerikan. Monedha kanadeze këmbehet me 0.7274 dollar dhe në raport me jenin, dollari është në rritje me 0.11% dhe këmbehet me 158.93 yen. Ndërkohë në tregun e kriptomonedhave vjet re, një rënje e konsiderueshme në sesionin e sotëm, me Bitcoin që ka zbritur poshtë nivelit të 77.000 dollarëve, për shkak se investitorët kanë preferuar më së shumti tregun e naftës dhe njëkohësisht janë larguar nga asetet e cilësuara me risk, ku bëjnë pjesë edhe kriptomonedhat. Aktualisht Bitcoin tregtohet në 76.818 dollar në rënje me 1.84%. Ethereum ka humbur 3.4% të vlerës, kuotohet në 2114.22 dollar. Ripple është në rënje me 2.54%, këmbehet me 1.3827 dollar, ndërkohë Litecoin është në rënje me 4.16% të vlerës, mesatarisht këmbehet me 53.7 dollar dhe Bitcoin Cash realizon humbjet më të mëdha në rënje dyshifrore me 10.59% dhe mesatarisht këmbehet me 368.59 dollar për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Në arkun e një muaji, Bitcoin Cash ka humbur rreth 150
$100 në tregtimin e tij pasi kuotoi mbi nivelin e $500. Ndërkohë në tregun e naftës, benchmarket kryesor po qëndrojnë në rritje në sesionin e sotëm, pasi presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar Iranin të lëvizë me shpejtësi sepse koha po kalon në bisedimet për paqen. Ndërkohë, ekspertët tashmë kanë vendosur theksin edhe tek rënja e ndjeshme e rezervave të naftës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto dy zhvillime kanë bërë që nafta brende Londrës të rritet mbi nivelin e $110 për fuqi. Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi Iranin për gjatë fundjavës se Washingtoni do të rifillojë sulmet nëse nuk arrihet një marrëveshje paqe dhe nëse nuk rihapet ngushtica e Hormuzit. Në një postim në Truth Social, Donald Trump deklaroi se për Iranin koha po ecën me shpejtësi dhe bëjnë mirë që ata të lëvizin shpejt dhe në të kundërt nuk do të mbetet asgjë prej tyre, shkruan presidenti amerikan. Megjithatë, investitorët janë mësuar me kërcënimet e vazhdueshme të Donald Trump, që më pas afaktet janë tejkaluar dhe madje është kritikuar për një paqëndrueshmëri në deklarata në vendimarrjen e tij. Nafta brende Londrës tregtohet në $110.7 për fuqi, në rritje me 1.32%. Nafta bruto amerikane ka fituar 1.6% të vlerës, tregtohet në $102.64. Edhe diferenca mes dy benchmarkve është zgjeruar tashmë në $8 në favor të naftës brend të Londrës. Ndërkohë, nafta e përpunuar po në bursën e Londrës është rritur me 1.17% dhe kuotohet në $1.218.37 për tonë për gjatë fundjavës. Bordi i transparencës në vendin tonë vendosi të rrisë edhe me 4 lekë për litër naftën dhe benzinën. Ndërkohë, për sa i përket ecurisë së tregut të metaleve të çmuara, vjet re një tendencë në rënje në sesionin e sotëm, me arin që ka prekur nivelin më të ulët në thuajse 2 javët e fundit. Rritja e yieldit të obligacioneve amerikane, por gjithashtu edhe forcimi i dollarit amerikan kanë bërë që metalet e çmuara të shënojnë rënje. Edhe shqetësimet që kanë të bëjnë me inflacionin e mundshëm për shkak të konfliktit në lindjen e mesme kanë ushtruar më tej presion ndaj metaleve të çmuara, sepse rriten shanset që Rezerva Federale në Shtetet e Bashkuara të rrisë normën bazë të interesit. Ndërkohë, çmimet janë gjendur në presion për gjatë këtyre muajve, thuajse 3 muaj bëhen për rreth një javë, 3 muaj nga nisja e konfliktit në lindjen e mesme në mes Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit në njërin anë dhe Iranit në anën tjetër. Ari tregtohet në $4.551.4 për oncë, në rënje me 0.23%. Argjendi ka humbur 1.5% të vlerës, tregtohet në $76.39 dhe platini është në rënje me 0.33%, kuotohet në $1.985.2 për oncë, duke zbritur poshtë niveli teknik të $2.000 për oncë. Do të shohim gjithashtu edhe ecurinë e tregut evropian të aksioneve, ku shumica e bursave po qëndrojnë në rënje në sesionin e parë të javës për shkak të frikës për përshkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit në lindjen e mesme, sidomos pas paralajmërimeve të presidentit amerikan Donald Trump. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë kanë rënë me 0.16 dhe 0.51%. CAC 40 i Parisit dhe indeksi zyriut SMI kanë rënë me 0.99 dhe 0.76%. FTSE MIB Milanos realizon humbjet më të mëdha në rënje me 2.03%. Ndërsa në ecurinë e 3 indekseve kryesore në Wall Street, për sa i përket ditës së premte të javës kaluar, Dow Jones ka rënë me 1.07%, Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq gjithashtu kanë humbur 1.54 dhe 1.24% të vlerës. Ndërkohë, përveç situatës në lindjen e mesme, investitorët janë fokusuar edhe tek fitimet 3 mujore të korporatave që deri tani kanë rezultuar mbi pritshmëritë e tregjeve dhe në disa sesione kanë mbështetur bursat, duke bërë që ato të mbyllen në territor pozitiv. Dhe së fundmi në ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, Sartorius kryeson fitimet në rritje me 2.73%. Rheinmetall, Deutsche Börse, SAP dhe Kiagen kanë fituar nga 0.28 deri në 2.32%.
Në anën tjetër, në performancën më dobët në bursën e Frankfurtit, humbjet kryesohen nga Heidelberg Materials në rënje me 2,28%. MTU, Bayer AG, Siemens Energy dhe Siemens kanë rënë nga 1,27 deri në 2,05%. Kjo ishte curia e tregjeve deri në këto momente.